Do të shkojmë te një linjë tani sepse kemi edhe kohën e limituar. Do të shkojmë pak në një pjesë të rajonit të Gjilanit. Trajtuar një ngjarje. Po, një ngjarje ku e dim se kohëve të fundit, këto java e fundit që pati edhe disa rreshje dhe disa fshatra malore e përjetuan pak më rënd në komunën e Gjilanit. Kanë mbet pa energji elektrike prej stuhisë e cila u shkaktua pra dhe la disa banor në disa zona. Për shembull, njëra prej familjeve që ka mbet pa energji elektrike është ajo e Pajazit Zahirit, me të cilin ne provuam që të kontaktojmë, por në mungesë të energjisë natyrisht që nuk ka as bateri telefoni, kështu që kontaktuam me të birin e tij, Erion Zahirin, të cilin tash po besoj që e kemi në linjë të drejt për drejt, dhe të na sqaroj se si kanë mbet pa energji elektrike, çfarë po u thot Keci dhe si ata po e kanë të pamundur që ta kenë sërish energjinë elektrike. Erion, nëse po na dëgjon? Po, nëne. Po, siç bashkë biseduam pak më herët, lutem na shpjego se çfarë ka ndodhur për cilin fshat malor konkretisht komunës së Gjilanit bëhet fjalë. Po, nëna po fol tash për rajonin e Slubicës, që është afër fshatit Pograj, Gjilan. Pograj, po. Edhe ajo zonë është e harruar prej shtetit, pi kur ka ekzistu komplet Kosova. Edhe kena pas lloj probleme të tilla. Po tash ky problemi i fundit që ka u konën me rrym ke pak më i veçantë se herat tjera. Që një javë diçka nuk jena të pas rrym. Kjo bora që ra i ka dëmtu një 6 bandera edhe linijën e banderat. Po? Edhe tash babi me një kosheret tonë, me një kojshitve tonë, jënë të bo punë, nashta që hish si ta kam për veç për me pasë rrym. Jena ta të në pagus të regullt, të rrymës të energjisë elektrike, po të bo punë... Erion, nëse më dëgjon, a ka mundësi të rish më mirë në kamër që edhe të shohim nëse dëshiron? Më fani. Tani shikoheni sepse... Po, jemi edhe me kamerë. Po. Në rregull. Po, vazhdoni tani. Po. Po thonit. Edhe tash babi të nejtë ma të kekot edhe të i thonën që shembull do pun i bojna na, do pun si bojna na, gropat e banderat do një mi hap, jo. Dhe ata po e kanë të pamundur që ta bëjnë hapjen e gropave për vendosjen e banderëve, apo? Tash faktikisht i për me qelë gropat e banderave është kogjaran për një moshatar si babi e me dhe një kujshi joni, po edhe në udak njëve pak e qytetshme, që një qytetar mi kry punt e kompanisë kekot. Ata shamu do mi pas punëtor të veçan që hapin gropa, po ma mërmenja mu që i pastrojnë linjinas e telef të rrymës, po një shumë të madhe të punës jënë të e po babi edhe ai kojshia, vetëm 2 persona. Po, a ka dhe banor të tjerë aty në fshatin Pograj të cilët ndoshta me u organizu pak më mirë? Jo, dëgjon, ne jemi shumë afër fshatit Pograj, ne nuk jemi në fshatin Pograj, po jemi dikun rreth 70 kilometra larg fshatit Pograjës. Po, dhe nuk ka aty banor të tjerë? Banor rezident që janë të paleveshëm janë vetëm babi dhe një kojshi i joni. Po? Edhe ka aty, tani janë disa tjerë shkojnë vetëm për vikende. Një ditë, 2 edhe kthejnë pastaj në Gjilan. Por kryesisht që janë më të Po e qartë, ata janë banor që qëndrojnë. Po, tërkohen. Dhe si rezultati i kësaj ka mbet puna, do të thotë që mbi një javë ata po funksionojnë, po jetojnë pa energji elektrike. Pa energji elektrike, si këtyne para si në kohën e gurit. Kanë marrë ndonjë përgjigje tjetër nga Keci, ka ndonjë zhvillim aty apo ka pas ndonjë organizim të banorëve ata që vinë vikendeve që t'i hapin këto gropa? Se edhe unë personal si djali i Pajazitit për pamundur për kontaktem,
Edhe nuk e di bash 100% saktësisht si kanë zhvillu situata atje. Po që shtregoj ke bobe që i kanë thonë na është puna junja për mi qelë grupa tash jo i në kikot jo si të ndresh një linjë në altë të shme ndresh edhe terenin poshtë. Dhe si rezultat deri më tani ata po jetojnë domethënë pa energji elektrike. Apo ma janë parë. Do një kontakt? Një javë diçka është e çuditshme se edhe sto bobe na shta më fardon shumë tepër i madha mo. Neglizhenca, pak na shta ekipet e vogla. Po ndonjë kontakt keni pasur? Ne janë shumë faktorë që kanë që zgot një javë e gjys. Gati gjio parë. Erion, më thuaj, keni pasur ndonjë kontakt për shkak keni quajtur këtë çështje, keni dërguar deri tek komuna aty se tani jemi në zgjedhjet. Besoj se ata që janë për të vendosur përsëri do të mi pa këtë gjë aq më tepër para zgjedhjeve, aq më tepër. Po tash ata i kanë të mirë ma shumë e zgjedhje edhe besoj që ju karon vesh kjo pak informacioni. Kanë me 2 familje pa energji elektrike. Pas ju s'keni kërku, domethënë nuk keni qenë edhe në komunë me bo një pyetje se ndoshta. Nuk e di ashtu bobe shaka po se drejtën të thom nuk është që kom pos shumë kontakt shpesh me të saj, pe mua në stop telefonin shu, pa batari, pe mua në stop telefonin shu, pe call, veç kur pitot për me full me dikon. Për arsye që me rujt baterin. Mirë. Për arsye që me rujt bateri. Shpresoj që është një apel në këtë moment për ata që na dëgjojnë dhe janë përgjegjës. Unë apel më mi bë drejt për drejt Albani Hysenit në rast se e shef që tonë. Mi thonë zotri Albani, me morë këtë pak punë pak më seriozisht, se baba e mi ka 67 vjetë, edhe është e mënimshme për një moshatar të ati, 57, më falë sa bita 67, është 57 vjeqar, edhe është pak e mëndimshme për moshën e ti me dal, me qelë, grupat banderat, ka 2 metra të fella. E qartë, e kuptuam edhe mesazhin e juaj, urojmë pra që këtë çështje ta zgjidhin qoftë zyrtarët e Kecit. Që sot madje urojmë. Po, në ndihmesë edhe të komunës Gjilanit, apo por e rëndësishme është që banorëve t'ju kthehet sërish energjia. Faleminderit. Po për në sërish energjia, se dhe Bobi ka bisedu me do të kikut në Prishtinë që shtregoj ke, e ai kikit i kishtonën jo, kjo nuk është puna juve. Po ky i Gjilanit ka këshyr nashta me përfitu prej rastit. Mirë, nuk po paragjykojmë. Jo për me ju këty energjia elektrike. Unë po mendoj. Ne nuk po paragjykojmë, apelin e kemi dhënë dhe ne nuk po paragjykojmë. Po që shtregoj ke Bobi që ka fol me ata të kikut në Prishtinë, i kanë thonë që ju nuk keni drejt për me bu punën shka e keni bu. Po, nuk është punë e juaj janë. Për shembull nashta keku i ka ekipet për hapjen e grupit. Sidoqoftë Erion veprosi si djalë i ri lajmëroi edhe në komunën e Gjilanit dhe ringjallë pak aktualizoje këtë temë sepse nuk funksionohet pa energji elektrike në këto temperatura, në këto të ftohta. Shumë faleminderit që ndave këtë hall me neve në këtë program. Gjithë të mirat. Sa më shpejt, gjithë të mirat.